Nuk ka qenë në fakt një ambicie personale ime e veçantë që unë të bëhem pjesë aktive e politikës në terren dhe pjesë e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Ka qenë më shumë besoj një vazhdimsi e angazhimit tim publik. Dhe ka qenë dhe mbetet, ndoshta edhe në thelb të këtij misioni, dëshira shumë e mirë për të bërë në të voglën tonë secili nga ne. Atë për të dhënë ato kontributin për të çuar Shqipërinë drejt BE-s në 2030. Unë kam privilegjin e madh që të jem pjesë e një familje politike me shumë të rinj, të reja, që i bashkohen në listës Tiranës. Mbi 30% e listave ishin njerëz të rinj, le themi figura të reja politike në Partinë Socialiste. Dhe besoj që duke pasur parasysh që një pjesë e mirë e tyre vinë si profesionistë me eksperjenca në fusha të ndryshme të jetës publike ose private, besoj që i shtojnë këtij lloj koloriti dhe një tjetër dimension. Faktin që besojmë që dhe Kuvendi i Shqipërisë në këtë mandat të ardhshëm, për periudhën 2025-2029, do të jetë në fakt shumë sfidues, do të mbaj barrën e madhe për të çuar përpara të gjithë makinerinë legjislative të parafrimit me legjislacionin e